A është kronike, a të përcjell gjithë jetën? Kjo është kronike, kjo është problem kronik. Edhe shpesh këta duhet me marrë terapinë me CPAP, marrin gati gjithë jetën përderisa s'kemë. Ne her pas here i bëjmë ato vlerësimet nëse kemë nevojë me vazhdu ose jo, nëse shohim që kemi përmirësime na e zbuklojmë ose e thojmë për shembull që spaku 4 orë gjatë natës me mbajt CPAP-un. Që spaku me pas 4 orë gjumë të mirë. Po nëse mësohen taze me marrë CPAP e përdori 6 muaj rregullisht dhe do të udhtoj, po s'du me marrë me vete, a mund të fle me përmirësime pak për shkak që ka menaxhu CPAP deri në atëherë apo nuk mësohen organet? Organet pra duhet me marrë. Shpesh njerëz e bëjnë një gjë të tillë, ka raste që janë pak matrona që edhe vinë jashtë, bile kom pas disa raste që prej Zvicrës vinë personat të i marrin me veti, ose thojnë a ka në Kosovë sepse unë shmuj me krejt pa CPAP, ka raste të tilla, shpesh ka dikush që s'përdor. Harru me përmend, është shumë rëndësi përveç trajtimit është edhe higjiena gjumit, i themi ne, alkooli, edhe benzodiazepinët apo sedativët, ata që përdoren për trajtimin e ankthit, e bëjnë më keq. Apo? Kështu që në këto raste duhet në mënyrë tepër të ashpërt, të ndërpritet, edhe përdorimi i alkoolit, po edhe sedative. Bile te rasti sedativëve, ose siç janë to qetësues që i themi ne. Po antidepresiv qetësues. Edhe pikërisht ajo shpesh ka raste që njerëz që kanë apnje të gjumit kanë gabimisht mjekët ju kanë dhënë sedativ ose anksiolitik, që kanë kesu edhe ma shumë. Ka thënë, se s'bën kur gjën nëse japëm pak diazepam ose bromazepam, se veç e qetëson, ja qetëson gjumin, ajo më keq e ka bë. Se ajo qetëson rrugët e frymarrjes, i relakson, edhe obstruksioni është edhe më i madh. Edhe më i madh.